Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u arrestua me 10 shkurt nga SPAK me akuza të rënda për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas prokurorisë, ai ka shpërdoruar të paktën 1.1 milion euro nga fondet publike, të cilat më pas janë kanalizuar përmes bizneseve dhe organizatave jo qeveritare të lidhura me bashkëshortin e tij, Ajola Zoza. Megjithatë, Veliaj ka mohuar akuzat duke pretenduar se është viktimë e një sulmi politik. Gjykata e posaçme vendosi që ai të qëndrojë në paraburgim duke konfirmuar masën e sigurisë arrest në burg. Që nga arrestimi, Veliaj ka ndërmarrë disa strategji për të siguruar lirimin e tij duke u fokusuar në 2 fronte kryesore, atë ligjor dhe atë mediatik. Në aspektin ligjor, ai ka apeluar vendimin e GJKO dhe ka kërkuar pezullimin e prokurorit të çështjes Olz Dado, duke pretenduar një konflikt interesi. Po ashtu vëllai i tij, i cili është në hetim në të njëjtën dosje, ka kontraktuar një studio ligjor amerikane për të ndihmuar në përgatitjen e mbrojtjes. Ndërsa në planin mediatik, Veliaj ka përdorur hapësirën e mediave pranë tij dhe reagimet në rrjetet sociale për të paraqititur veten si një viktimë e një procesi politik. Ai ka denigruar prokurorinë dhe gjyqtarët e çështjes duke pretenduar se janë të ndikuar nga kundërshtarët e tij politik. Një nga lëvizjet më të dyshimta që po zhvillohet në prapasken është ndërhyrja e ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili sipas burimeve po përpiqet të ndikojë tek gjyqtari që do të shqyrtojë kërkesën për lirimin e Erion Veliajt. Fatmir Xhafaj, i njohur për lidhjet e tij me sistemin e drejtësisë, ka mbështetur publikisht Veliajin dhe ka sulmuar SPAK e bashkë me të dhe GJKO, duke i akuzuar për mungesë profesionalizmi dhe për ndjekje selektive të çështjeve. Të plotë lexoni në standard.al.